Seanca paraprake në gjykatën e posaçme kundër kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe të bashkëpandehurve të tyre është shtyrë në datën 19 janar. Sipas burimeve zyrtare, arsyeja kryesore ka qenë mungesa e 2 avokatëve mbrojtës, mes tyre dhe avokatëve kryesor të caktuar nga gjykata për Veliajin, e cila ka kërkuar shtyrjen përmes një emaili, duke sqaruar se ndodhej jashtë vendit. Në seancën e zhvilluar këtë të hënë, nuk ishte i pranishëm as Veliaj. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve nuk e ka shoqëruar në kohë pavarësisht se kryebashkiaku ishte në pritje që nga ora 7 e mëngjesit në Durrës për furgonin e shoqërimit. Ai mbërriti vetëm rreth orës 9 në të njëjtën kohë kur seanca në GJGO kishte filluar, duke pamundsuar pjesëmarrjen e tij. Stafi i Veliajit ka bërë me dije se kryebashkiaku ka kërkuar të mbrohet vetë dhe të ketë mundësinë për të marrë dosjen e plotë nga SPAK për përgatitjen e mbrojtjes. Nga ana tjetër, kjo situatë ka nxjerrë në pamungesën e koordinimit mes drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe orarit të zhvillimit të seancës në gjykatë. Seanca e ardhshme është caktuar në 19 janar kur gjykata e posaçme do të vijojë shqyrtimin paraprak të çështjes, duke u fokusuar në rolin e kryebashkiakut dhe të bashkëpandehurve të tjerë në dosjen e ngritur nga SPAK.